Sot me neve kemi edhe kënaqësi me pas një hulumtuese në departamentin e psikologjisë që hulumton pikërisht për problemet e shëndetit mendor dhe kemi shumë nevojë për me kuptu se si qëndron shoqëria jone dhe çfarë po ndodhe gjithë ajo. Me këto hulumtime që jeni duke i bërë tani sa vite, çfarë jeni duke parë sa i përket problemeve të shëndetit mendor në shoqërinë kosovare? Po, faleminderit Laura, faleminderit për ftesën se po mendoj që temat e shëndetit mendor çdo ditë më shumë po shohim që janë shumë të rëndësishme dhe shumë e rëndësi për të diskutuar dhe mendoj që edhe përmes emisioneve të tilla përpos që domethënë ngritet vetdia e popullatës në raport me vështirësitë të cilat ndërlidhen me shëndetin mendor, emisionet e tilla e normalizojnë çështjen e diskutimit të shëndetit mendor, e ulin stigmën në raport me kërkesën e ndihmës, çato që e thatë edhe ju në lidhje me shëndetin mendor dhe janë shumë të dobishme. Ajo që ka unë si hulumtuese, nëse muj me thonë, po jo vetëm unë, po edhe ne si Departamenti Psikologjisë edhe Instituti Psikologjisë, edhe në esencë Departamenti Psikologjisë prej fillimit të ekzistencës tij dhe themelimit, qëllimin kryesor e ka pas trajtimin e nevojave të vendit edhe të komunitetit. Kështu që edhe shumica e studimeve të cilat janë bë edhe në Departamentin e Psikologjisë kanë qenë si studime të cilat duhet t'i japnin përgjigje nevojave të komunitetit edhe temat hulumtuese të cilat ne i kemi prioritizu, për shembull një prej hulumtimeve më të mëdha që kemi bëu ka qenë hulumtimi mbi dhunën në shkolla, për shembull. Edhe ajo që kemi provuar është me kuptu prej një modeli socio-ekologjik, cilët janë faktorët potencial të cilët po ndikojnë për dhunën në shkolla, edhe mandej kemi ardhur me intervenime të cilat kanë qenë të bazuara në evidencë, duke punuar shumë afër me komunat dhe me drejtoratet e arsimit. Gjatë hulumtimeve çfarë keni gjetur tek të rinë në shkolla? Cilat ishin problemet e tyre që ushtrojnë dhunë? Po, tash dhuna, domethënë aty që ka shohim sa i përket çështjes së dhunës, meqense edhe së fundmi kemi qenë të ekspozuar edhe me pamje edhe me video të ndryshme në lidhje me dhunën. Ajo që ka shohim është që dhuna nuk e ka vetëm një faktor. Domethënë faktorët që të shkaktojnë dhunën janë të vendosur në nivele të ndryshme të ekologjive sociale. Ty janë nisë prej vështirësive të individit për me i menaxhu emocionet, për me menaxhu zemrimin. Mandej është niveli i dytë i ekologjisë sociale që lidhet me familjen edhe që lidhet me përvojat ndoshta të hershme të ekspozimit të dhunës. Mandej kemi studime të cilat kanë dokumentuar që ndëshkimi fizik me studimin e miksit ka pas një prevalencë shumë të lartë, domethënë prindërit i ndëshkojnë fizikisht fëmijët e tyre. Pra po e them edhe në gjuhën e popullit, mi mshu plaku se me rre fëmijë nuk ka ndihmu kur gjuheq, por thjesht e ka dëmtuar në aspektin e shëndetit mendor. Jo vetëm që e ka dëmtuar, natyrisht ka pas pasojë në aspektin emocional, rregullimit emocional, por ka kriju edhe qëndrime tolerante ndaj përdorimit të dhunës si mjet i zgjedhjes së konflikteve. Edhe mandej nëse ajo është përsërit në kontekste të ndryshme sociale, mandej dhuna është pasi mënyrë zgjedhjes së problemeve. E kemi pa edhe rastin në sfund edhe të arsimtarit në njërin prej shkollave të mesme të ulta në vendin tonë që edhe ai ka shpreh dhunë që të jesh mësimdhënës, edukator. Po kjo është një reflektim i kontekstit në cilin na jetojmë. Edhe studimet tona kanë dokumentuar, domethënë një prevalencë ose një përqindje, më mirë me thonë, shumë të lartë të niveleve të dhunës midis bashkëmoshatarëve, po edhe niveleve të dhunës të arsimtarëve ndaj nxënësve, po edhe nxënësve ndaj arsimtarëve. A mundemi me ushtru dhunë kurdo qoftë nxënës, arsimtar, pa pas problem të shëndetit mendor? Nuk besoj që dhuna është direkt e lidhur me çështjen e shëndetit mendor. Ndonjëherë dhuna mundet me qenë një simptom potencial i rregullimit emocional, por nuk e kisha me etiketu si problem tipik të shëndetit mendor, por ndonjëherë dhuna mundet me u bë edhe si rezultat i mos
gjetjes në mënyrë tjetër ose mos pasjes së modeleve tjera të zgjedhjes së problemeve. Edhe që është ajo pjesa e socializimit që na e kemi pas me potencialisht me dhunën nëse dhuna është përdorur si formë zgjidhjes së problemeve edhe në shtëpi. Po ajo që ka mendoj që është shumë me rëndësi në aspektin edhe këtu në studimeve. Në studimin e fundit për shembull tash që kemi bërë një studim me trit në Kosovë dhe në Rumani, ky ka qenë një projekt që është realizuar bashkë me një fondacion rumane dhe me organizatën Toka, ku I kemi analizuar çështjet e shëndetit mendor trive. Vështirësitë kryesore të shëndetit mendor trive lidhen me ankthin, depresionin, me stresin për performancën akademike, me vështirësitë të cilat ata I kanë në raport me menaxhimin e konsumimit të mediave sociale edhe vështirësitë që ata I kanë në aspektin e menaxhimit të kohës. Do dalish pak këtu tek të rinjët, tek sipas ulumtimeve, tek ankthi, sepse e lexova diku në njërin prej portaleve shkruante që ose po raportohet, po flasin më hapur, ose është shumë më I shprehur tashmë tek trit ankthi se sa në të kaluarën. Qëndron kjo sipas ulumtimeve që po I bëni? Mendoj që vetëdijsimi për vështirësitë kanë ndiku që edhe njerëz me qenë më të vetëdijshëm për simptomat të cilat po I raportojnë. Po natyrisht ajo që ka shohim, sidomos pas pandemisë, nëse mundemi me thonë që njerëz më lehtë edhe më shlir po flasin për çështjen e shëndetit mendor. Kështu që vetëdijsimi për është vërtet që ka numër të madh të rinjve që ankohen nga ankthi, nga depresioni. Ky ka qenë një studim që kemi bërë na, ky ka qenë studim kualitativ që është bërë me fokus grupe dhe këto kanë qenë brengat kryesore. Nuk kam në shifër specifike që muj me nda me juve, po kur I kemi pyet trit, cilat janë vështirësitë kryesore, ka qenë që kjo. Frika prej performancës, vështirësitë, presioni shumë I madh për me performu, ankthi, stresi, mandej që kjo ndjenja e krahasueshmërisë në raport me të tjerët, sidomos si rezultati I përdorimit të rrjeteve sociale, ndjenja e pamjaftueshmërisë. Domethënë këtë këto kanë qenë disa dhe janë ato kritikat e prindve të dashtë më të mirën për fëmijët që zakonisht I kanë kritikuar të marrë model fëmijën e familjarit tjetër apo të komshiut apo këshiraja ka boti se ki bo, të mendu që po e stimulon, por do thotë kjo ka qenë gabim, apo jo? Po nuk kisha me thonë gabim, po nështë avis nuk është mënyra e duhur, do me thonë në kuptimin që secili fëmijë ka potencialin e vet, I cili duhet me u kriju një farë klime e tillë për me ardhur në pa potenciali I tij edhe nuk do të thotë që secili fëmijë duhet të gjasoj me një fëmijë tjetër. Edhe mendoj që kjo është një prej problemeve në kuptimin edhe të sistemit arsimor të cilin na e kemi, domethënë pritjet që fëmijët duhet me u duk në një formë të caktuar, shpeshherë ju shkaktojnë të lashe fëmijëve të cilët ndoshta nuk I plotësojnë që ato kritere në raport me pritjet që I kanë mësimdhënësit ose arsimtarët për fëmijët. Mendoj që secili e ka potencialin e vet edhe mënyrën e shfaqjes së potencialit vet, veç na duhet me kriju hapësirën për me u rrit ai fëmijë. Deri sa po flasim edhe për hulumtimet, e keni menduar si departament apo keni menduar që ndonjëherë të keni edhe udhëzime për shkollat, për mësimdhënësit apo për mënyrën e mësimit, sepse shumë herë është folur që fëmiu shkon në shkollë, I mëson disa lëndë që ndoshta pikërisht në ato çka edhe ka prirje ose ka nevojë nuk e mëson në shkollë, ose pse në shkollë nuk mësohet vetbesimi, pse nuk mësohet si me u qas kur kemi probleme me anktin apo me traumat. Është menduar, është folur për këto problematika? Na bashkëpunojmë shumë me shkollat. Mendoj që nështë jemi prej departamenteve të cilat kemi qenë shumë proaktiv, sidomos me drejtoratet komunale edhe me shkollat. Kemi filluar zakonisht si pilot projekte, për shkak se çu përmenda si rezultati I këtij studimit shumë të madh me rreth 12,000 respondentë që ne kemi bërë për dhunën, mandej kemi kuptuar sa është me rëndësi, mi kuptu nevojat e shkollave, po kur flasim për nevojat e shkollave, me kuptu nevojat e nxënësve, mësimdhënësve, edhe menaxhmentit të shkollës,
shkollës, për shkak se secila shkollë ka vështirësitë e veta, edhe dallojnë, si të themi, nevojat edhe kërkesat e një shkolle në zonën urbane për një shkolle në zonën rurale. Edhe shpeshherë vështirësitë, sidomos të dhunës, mbaren pak edhe prej kontekstit ku janë të lokalizuara shkollat. Kështu që në pilot projekte që kemi punu me komunën e Prishtinës, me komunën e Prizrenit në 4 shkolla, kemi punu shumë afër me mësimdhënës, me psikolog të shkollave, me drejtor të shkollave. Edhe projekti i dytë, i cili ka rezultu prej projektit të parë të cilën e kemi pas për dhunën shkolla, ka qenë projekti i monitorimit të nevojave të shkollave, ku krejt akter të shkollës kanë qenë pjesë e ndërtimit të metodologjisë hulumtuese. Kjo qasje na që e përdorim quhet qasje pjesëmarrëse, se na nuk kemi dash me shku në shkollë dhe me thonë na po dojmë me matë qëta variabël, po i kemi pyet çka është për juve me rëndësi, për shkollën e juj. Edhe bazumna, do me thonë, pasi që kemi dizajnu pyetësorin bashk, mandej kemi vazhdu me pjesën e kur kemi grumbullu gjetjet, bazuar në evidencat se ati kemi nxjerr, kemi bo intervenime për çato shkolla. Kështu që në këtë kontekst, do me thonë që kjo ka qenë një mënyrë që kemi bashkëpunu me shkolla, po në anën tjetër punojmë shumë afër me psikologët shkollor, edhe me shoqatën e psikologëve shkollor, edhe pothuajse jemi si një prej mbështetësve kryesor në hartimin e udhëzimeve se si do duhej të punojnë psikologët brenda shkollës, për shkak se e vërteta Po është vetë sistemi arsimor, për shembull me Ministrinë e Arsimit e keni menduar që ndoshta të ndrohet një lloj i të themi praktikave që është praktikuar deri tani. Na kemi bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit si departament, edhe kemi një marrëveshje bashkëpunimi mënyra që pra të futet edhe në tekste shkollore, edhe në ligjerime. Gjithashtu kemi pas disa aktivitete në kuadër të forumit nacional që ka kriju Ministria para ca kohe për vetëdijsimin edhe për parandalimin në raport me dhunën, po edhe për promovimin e shëndetit mendor. Kemi mbajt disa aktivitete, mirë po do me thonë nuk është problemi kryesor, kisha me thonë është aspekti i vazhdimësisë. Në anën tjetër, tekstet shkollore, disa prej teksteve ka lanë caktuar të cilat trajtojnë aspektet të shëndetit mendor. Por janë shumë sipërfaqësore, më duket me sa i kam pa. Nuk tash më thon të drejtën, nuk është që kam bënë një analizë të teksteve, veç e di që janë të përfshira. Mirë po mendoj që ka hapësirë edhe organizatat në komunitet, edhe ne prej universitetit me kriju resurse të tilla. Po na gjithmonë kemi menduar që përmes psikologëve shkollor, të cilët kanë dalë prej departamentit, ata me qenë si resurs i rëndësishëm për ndryshimin e kësaj klimës brenda shkollës. Edhe këtu kisha pas qef me theksu që psikologët shkollor janë një resurs shumë i rëndësishëm për promovimin e shëndetit mendor brenda shkollës, por nuk mjaftojnë. Duhet me ekzistu një klimë, nuk mundemi me gjujt krejt barën e përgjithësisë të psikologë shkollor, por duhet me pas edhe akter tjerë brenda shkollës. Ndoshta veç kam nevojë me thonë edhe diçka para se me për fëmijët, para se me për shkollat, para se me vazhdu për tritunet. Mendoj që një prej aspekteve shumë të rëndësishme kur flasim për parandalimin e shëndetit mendor është ose për dhunën, ideja është punojmë në aktivitete parandaluese, para se me ndodh problemet ose vështirësitë. Ndryshe nuk e bëjmë këtë si shoqëri. E bëjmë, por nuk ka kontinuitet. Shumica e aktiviteteve parandaluese janë të bazuara në projekte, të cilat nuk e kanë gjithmonë vazhdimsinë. Edhe ideja jonë ka qenë që me i fuqizu rolin e psikologëve shkollor për zhvillimin e këtyre aktiviteteve të cilat ndërlidhen me vetëdijsimin e fëmijëve për shëndetin mendor, që janë aktivitete që na i quajmë aktivitete psikoedukuese për rregullimin emocional, për menaxhimin e zemrimit, për njohjen e vetës, për zgjedhjen e problemeve. Kështu që fokusi jonë gjithmonë ka qenë në aspektin e parandalimit, për shkak se kur ndodh probleme mandej ajo është veç intervenim në situata të caktuara. Deri sa me këtu tek fëmijët edhe pak tek puna e përmendet dhunën, bullizmi është lajmëruar shumë herë në për media, në për që ka ndodhur bullizmi shumë në shkolla, që fëmijët, ata të cilët edhe bullizojnë, nuk besoj që ndihen mirë. Çfarë mund kanë përjetu për me shkaktu bullizëm? Po ideja, do të thonë
një prej, domethënë ka shumë faktorë që ashtu qyshe përmenda edhe nuk me thonë që është një, po një prej aspekteve të rëndësishme që duhet me u trajtu është ose me kuptu çka po ndodh me këtë fëmijë që po bullizon. A lidhet kjo me ato që thash më herët me modelet që i ka pas, a lidhet me vështirësitë e këtij fëmiu për me menaxhu emocionet. Sepse kemi ndërgjuar shoqëri që i bullizuarit bullizon. Qëndron kjo? Po ka teori të cilat të thonë ashtu, nëse dikush ka qenë i bullizuar përdor si formë të zgjedhjes së konfliktit, po ideja është me ndërprer cikël vicioz. Se nëse kështu vazhdohet, mandej gjithmonë kemi me pas njerëz të cilët kanë me bullizu. Prandaj po them, është shumë e rëndësishme punu në aspektin e parandalimit, para se me ndodh probleme. Edhe me këto nuk po du me normalizu, po çështja e dhunës në shkolla dhe bullizimit nuk është problem veç joni, është problem edhe global. Vetëm ideja është krijimi këtyre mekanizmave mbrana shkollës dhe mbrana institucioneve për me parandalu edhe për me intervenu. Edhe studimet po tregojnë që parandalimi është një prej formave kryesore në aspektin e intervenimit të hershëm. Nëse ne punojmë në parandalim, në aktivitete psikoedukuese, nuk kemi me pas, gjithmonë kemi me pas fëmijë të cilët kanë me bullizu, po përqindja e tyre do të jetë më e vogël. Tash po kthehem te tritonit. Në të vërtetë unë e kom fillu fillimisht studimet e mia me çështjen e dhunës edhe viktimizimit, dhunës në familje, dhunës në marrëdhënie intime, edhe koncepteve të poliviktimizimit që i quajmë ne, domethënë nëse dikush ka përjetu dhunë familja, është më i prirur me përjetu edhe dhunë në marrëdhënie intime ose prej partnerit, edhe studimet. Pse ndodh kjo, nëse kanë përjetu dhunë në familje, ka më shumë gjasa me përjetu dhunë. Po çajo që përmenda edhe. Do të kjo që jemi mësuar që dashuria është në këmbim. Ka të bëjë me normalizim, ka të bëjë kryesisht me normalizim, po mandej këtu te çështja e dhunës në baza gjinore, mandej ka edhe do faktorë tjerë të cilët janë social në kuptimin e mënyrës që jemi socializuar dhe që jemi rrit. Mirë po, gjatë studimeve të mia mandej natyrisht më ka intriguar shumë edhe përvojat tona të luftës edhe impakti që kanë pas ato në shëndetin mendor ton. Kështu që gradualisht kom lëviz prej çështjeve të viktimizimit në një perspektivë tjetër që në teori quhet strength-based perspective, që nëse përkthejmë bukfalisht në gjuhën shqipe i bjen perspektiva e bazuar në fuqit, e cila në farë forme është një këndvështrim tjetër i vështirësive të shëndetit mendor, në kuptimin që të gjithë njerëz në një kohë ose në një mënyrë të caktuar mund të përjetojnë një viktimizim, një traumë ose një përvojë të keqe, po jo të gjithë njerëz, po shumica prej tyre arrin me mbijetu edhe me vazhdu jetën. Edhe ideja e kësaj strength-based perspective është fokusi i saj është domethënë me kuptu cilat janë që ato fuqi të cilat i ndihmojnë individit me qenë rezilient. Tash ne domethënë fusha në cilën tash e kryesisht i mbështet studimet e mia është në aspektin e data gjatë shkurt edhe kur keni mbajt edhe një aktivitet ku zhvillu edhe ke marrë fjalën dhe më pa të bë shumë përshtypje edhe kur e pa ta lexu do të thotë këtë fjalë se nuk e kemi dëgjuar shumë reziliencën. Po reziliencë në të vërtetë. Çfarë është rezilienca kështu? Është qëndrueshmëri, po është ma shumë se qëndrueshmëri, domethënë nuk është që kemi një term në gjuhën shqipe dhe unë po provoj këtë me hulumtu, qysh kishim rimëkëmbje, që i bie që na përpos që arrim me e te kalu situatën e vështirë, traumatike, të cilën ne jemi duke kalu, po me mbri me jetu jetën me atë përvojë, po duke u rrit personalisht prej asaj përvoje. Sepse natyrisht po e marrim si shembull. Ndryshe është kur ti zgjohesh një mëngjes edhe gjithçka është në rregull në përgjithësi në familjen tonë, në martesën tonë, po e marr shembull. Shkon në punë, është ndryshe kur ti je para divorcit dhe ti dush me shku në punë dhe të dy duheni me dhënë të njëjtën performancë në punë, sepse puna nuk të pyet në çfarë faza dhe po kalon. Do të thotë personi që kalon vështirësi gjatë kësaj periudhe
Dhe ajo mënyra e reflektimit apo jo? Mënyra e ballafaqimit, fuqitë të cilat i gjen individi për me u ballafaqu në situata të tilla. Sepse kemi pa njerëz që vërtet shumë në një farë forme jo vetëm denigrojnë, por shumë edhe kanë vështirësi, dikush edhe shkputet totalisht prej jetës sociale, prej punës, prej gjithave për shkak të një problemi, ndërkaq ka edhe raste kur themi sa e fortë që ato populli kishte qenë guri. Po, e vërtet, domethënë, jo krejt jemi njësoj në kuptimin e ballafaqimit me situata të tilla. Edhe ideja e kësaj perspektive është me pa qysh disa prej njerëzve, cilat janë që ato fuqi që disa prej njerëzve po i bojnë ma të fort për me ballafaqu në mënyrë që me i shfrytzu qëto njohuri për me zhvillu aktivitetet që aty ndihmojnë njerëzve të tjerë të cilët në shtat. Çfarë rezultonte në është shumë interesant, ajo qysh unë kom fillu këtë studim ka qenë gjatë vizitës time që kom pas si Fulbright Scholar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kom pas rastin me punu me një profesoresh që është distinguished professor që punon në fushën e reziliencës. Edhe ajo faktikisht më ka udhëheq drejt një studime të cilën e kemi gjithashtu edhe të publikuar me analizu cilat janë vlerat të cilat i kanë ndihmu popullit kosovar për me mbijetu pas përvojave të luftës. Dhe aty kemi bo një shqyrtim të literaturës që në gjuhën e shkencës quhet si scoping review, ku i kemi këshyr krejt studimet të cilat e kanë trajtu luftën në Kosovë. Edhe është shumë interesant që gjetjet e këtij studimi flasin për disa fuqi të cilat i kemi na si popull. Një prej tyne është aspekti i dignitetit, që ka qenë një prej aspekteve fuqive kryesore e cila na ka mbajt neve në kamp për mos me u dorëzu. E dyta ka qenë përkrahja dhe solidariteti që na e kemi pas prej njëri tjetrit për me mujt me mbjetu në atë represion që e kemi pas. Edhe fuqia e tretë që mu më ka bo shumë përshtypje ka qenë aspekti i në anglisht është nation meaning making, në shqip unë e kisha përkthy si proces, mënyra që kanë dhënë kuptim është si procesi i ndërtimit të shtetit. Për shembull, na e kemi shembullin ku masi që janë përjashtu rreth 1 milion kosovar prej Kosovës gjatë luftës, mas ardhjes së NATO-s edhe hyrjes NATO-s në Kosovë, 1 milion janë kthyer. Dhe kjo është një fakt që pothuajse e kemi edhe në media dhe krejt flasin për to edhe që kjo është ajo rezilienca. Por rezilienca si shoqëri por shtetbërja, ta përfundoj, shtetbërja ka qenë ose ndërtimi i shtetit ka qenë një prej kuptimeve të cilat njerëz ja kanë dhënë vetës për kundër faktit nëse kanë humb tafërmet, kanë humb fëmijët ose ju është shkatru gjithçka që kanë pas. Domethënë këto kanë qenë vlerat në bazë të asaj që kemi gjetë në literaturë. Mandena kemi vazhdu ma tutje. Po, se dirta të ndalesh aty pikrisht e kjo si shoqëri, po, gjëra që na kanë ndodhur në shumicë gjithë shoqëri, si lufta, gjëra tjera, po, si shoqëri, si shqiptar, si kamp, do thotë të njëjta dhunë që është ushtruar mbi kombin, e gjitha këto në rregull e kuptueshme. Por individualisht, në problemet për shembull, si dhunë në familje, divorcet, apo diçka humbje që kanë ndodhur qoftë aksidentale apo paknatësi që i kanë pasur me jetën. Na mandej kemi vazhdu që ato deshta me thënë kemi edhe disa studime të cilat janë bu tash me popullatën, kryesisht me trit kisha me thonë, edhe duke u bazuar në qit model teorik të cilën unë e kom përdor, fuqit ndahen në fuqit individuale ose regulative, të cilat ndërlidhen me mënyrën që na i menaxhojmë emocionet, mënyrën se çu na ballafaqohemi. Fuqit interpersonale janë ato të cilat kanë bëjnë me përkrahjen që na e marrim prej të tjerëve, familjes, rrethit, shoqënisë.
fuqit kuptimbërse janë ato që ndërlidhen me mënyrën se qysh na japim kuptim përvojave të cilat na i kemi pas, ku mundet me hy optimizmi, gjithashtu spiritualiteti. Edhe një grup i fuqive që i është shtu këtij modeli teorik së fundmi në vitin 2025 janë fuqit që ndërlidhen me ambientin fizik, ku na rritemi dhe zhvillohemi, që ka të bëjë me qasje në librari, biblioteka, në hapësira të gjelbërta, edhe koha që na e kalojmë në këto. Tash, çka shohim prej studimeve është zakonisht mënyra qysh na mundemi me u bo ma reziliente dhe me pas mirëqenje subjektive ma të mirë përkundër krejt këtyre përvojave, cila do të qofshin ato, është qëllimi. Mënyra qysh na i japim kuptim që atyne përvojave. Mirë po, për mënyrën se qysh i japim kuptim atyne përvojave, bara nuk do duhet të qëndronte vetëm te individi, për shkak se rezilienca nuk është një tipar i personalitetit, po është një proces i cili ndërtohet si rezultat i krejt këtyne fuqive të cilat i kemi. A ndikon këtu edhe rol modelet që i kemi pas të prindërve tanë? Po ndikon për kraja, për shembull, prej ose rol prindërve. modeli se si kanë reaguar ata ndaj. Ajo ka të bëjë me pjesën individuale, po për shembull, nëse një vajzë e cila është duke përjetu dhunë në një martesë, e ka për krajën prej prindve, që ajo është një fuqi ndërpersonale që mundet me ndihmu asaj mi dhanë kuptim edhe që asaj ndarje potenciale që mundet me pas si rezultati përjetimit të dhunës. Kështu që është një grumbull i fuqive të cilat janë të ndërlidhuna njëna me tjetrën, nuk janë të ndame ose të izolume, të cilat neve na bojnë ma rezilient. Edhe në studimet tona që i kemi bu kryesisht me populatën ma tre që i quajmë si emerging adult, që i bjen mosha rreth 20 deri në moshën 25, qëllimi është një prej, domethënë mënyra që japim kuptim, purpose është anglisht, është kryesorja. E dyta është përkraja që i kemi prej familjes edhe prej shoqënisë. Çka ka dalë shumë interesant në popullatën e re të na si në aspektin e kuptim, mënyrës që japim kuptim përvojave, ka qenë future orientation ose orientimi për të ardhmen. E përmenda që në studimet e pas luftës fokusi ka qenë të ndërtimi i shtetit, kurse tash për trit është e ardhmja e tëne mrenda këtij vendi. Do me thonë, sa është të ofru ky vend resurset mjaftueshme për zhvillimin e tyre profesional, që ajo është po për zhvillimin e tyre profesional, po edhe personal, që është shumë ndryshe prej asaj çka kemi po në të kaluar. A mund të ketë diçka edhe gjenetike në vetën tonë se si dhe më këmbemi pas problemeve? Ka studime, po ka studime të cilat flasin për një farë gjenomi, po nuk është fushë të cilën unë e kom trajtu, kështu që nuk po du me mund të ketë diçka pak edhe nga ajo. Ka disa studime që flasin për këtë gjenom, po me qenë se nuk është fusha që e kom trajtu, nuk po kom qef me dhënë informat gabuar. Po vetëm në atë aspektin e përgjithshëm do të ta ka mundësi që ka studime të cilat kanë bo këtë lidhje gjithashtu. Po ideja e reziliencës që ashtu qysh e thash, çka po provoj unë me bo është me kuptu qysh me përkthy në gjuhën shqipe, rrimë këmbje, edhe pse s'jam mjaftueshëm e kënaqur. Tash jemi tu e bën një studim kualitativ, tu i pyet njerëz të gjeneratave të ndryshme, duke fillu prej studentëve, po krejt grup moshat, çka kuptoni me fjalën reziliencë. Edhe kemi shumë të dhënuna, i kemi dika rreth 400 intervista, të cilat duhet më me analizu, edhe nuk e dia kemi me gjetë ndonjë fjalë, po e bukur është që aty ka shumë mënyra qysh njerëz të definojnë reziliencën, por gjithashtu mënyra e definimit të reziliencës mendoj që gjithashtu është edhe produkti kontekstit socialo-kulturor në cilin na po jetojmë dhe po zhvillohemi, dhe mendoj që ajo është ndoshta vlera e shtuar e këtij studimi, për shkak se nuk mendoj që një shtetas i Kosovës mendon njëjtë për reziliencën si një shtetas në vende tjera, dhe mendoj që ajo është bukuria në mënyrën se ka shumë faktorë që ndoshta edhe na nxisin, edhe ndonjëherë unë edhe si në shaka e them që edhe pjesa e thashë themeve ka një pjesë të vogël ndoshta të mirë që na nxi që
jo me mendu se që kanë me thonë tjertë, po ka qenë kjo një nxitje që i mundu me nxjerr më të mirën prej vetës tonë. Harova me përmend humorit gjithashtu është një prej fuqive që na japin kuptim, po, në këtë modelin teorik. Humori që na e përdorim është gjithashtu një prej formave që na tentojmë i dhënë kuptim përvojave të caktuara. Kështu që, domethënë, ka shumë qësi elemente të cilat neve na ndihmojmë. Kjo qasje ndryshe quhet, e thash strength-based perspective, nuk është shumë, është si me thonë, rivale nështë me qasjen bashkohore, për shkak se nuk i stigmatizon vështërsitë e shëndetit mendor, por në një farë forme i normalizon. Për shkak se qasja e ka qëtë perspektivën që secili prej nesh në një mënyrë ose tjetër ka përjetu një traumë, po përkundër faktit që na kemi përjetu një traumë, na prap jemi të vazhdu, edhe e kemi mbijetu, edhe jemi të vazhdu jetën. E hajde ta kuptojmë cilat janë që ato fuqi të cilat neve po na ndihmojnë për me vazhdu jetën. Kështu që është një qasje relativisht pozitiviste, kisha me thonë. Faleminderit shumë, Katrina, që ishe me neve. Faleminderit juve.